Në këtë kuadër, Kodi Penal, i cili në një seancë që zgjati gati 18 orë, kuvendi miratoi rreth orës 4 të mëngjesit pas debateve të forta një akt normativ dhe 13 projekt ligje. Me 85 vota pro dhe 9 kundër u miratuan ndryshimet në Kodin Penal, mes të tjerash depenalizimi i shpifjes për gazetarët, që majoranca e konsideroi arritje për lirinë e shprehjes, ndërsa opozita e kundërshtoi ashpërsi të paplot. Procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kursesi ndjekje penale për ta. Nenet 119 dhe 120 të Kodit Penal që kriminalizojnë shpifjen dhe fyerjen janë përdorur për presion ndaj gazetarëve dhe jo vetëm, ndaj çdo qytetari, ndaj organizatave shoqërisë civile, ndaj mediave të lira, ndaj aktivistëve, ndaj opinionistëve, ndaj të gjithë atyre që përdorin lirinë e fjalës dhe lirinë e shprehjes. Ligji shoqërohet me masa mbrojtëse për sigurinë e gazetarëve, duke dënuar më shumë kërcënuesit dhe dhunuesit për shkak të profesionit. Edhe dënimi deri në 1 vit burg për parkimin dysh, që së bashku me një numër të madh ndryshimesh të tjera në Kodin Penal, u miratuan me 85 votat pro të socialistëve, nxiti debat mes palëve. Ne jemi shumë të kujdesshëm që atë qytetarin që s'ka vend ku të parkojnë makinën ta dënojmë me burg, jo me gjop. Jo në mënyrë administrative, në mënyrë penale. Jetohet dhe pa parking dyfish, por jeta atyre njerëzve që rrezikohet nëse vonohet ambulanca, nëse vonohet makina zjarfikse, ajo nuk kthehet dot mbrapsh. Në Kodin e ri penal ligjvënësit shtuan ndjeshëm dënimin për zjarrvunje të qëllimshme dhe ndërtimet pa leje, si pjesë e një pakete të qeverisë për kontroll më të mirë në territor, që majoranca i paraqiti si harmonizim me standardet evropiane. Në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, ndryshimet përafrojnë ligjet shqiptare me legjislacionin e Brukselit në fushat e pastrimit të parave, luftës kundër terrorizmit, trafikut të drograve, trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjes së viktimave, abuzimit seksual dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe pornografisë së fëmijëve. Paketa zgjeroi jurisdiksionin penal për shtetasit e huaj rezident në Shqipëri, edhe për vepra pjesërisht të kryera jashtë territorit, u forcuan dëshkimet për pornografinë, shfrytëzimin dhe krimet seksuale ndaj të miturve me dënime që shkojnë deri në 20 vite burg. Të reja janë dispozitat mbi kriminalizimin e mashtrimit që ndikoni interesat financiare të BE-s, si dhe abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian, po me votat e majorancës kaluan në kuvend disa ndryshime në ligjet e drejtësisë që shtojnë filtrat për të zgjedhurit nga shoqëria civile në KLP dhe KLQ dhe mandatojnë si kryetar të zgjedhur të gjykatave deri në fund të vitit 2027 gjyqtarët që aktualisht janë drejtues në detyrë. Në seancë mungoi kryeministri Edi Rama, ndërsa për të bërë shumicën e cilësuar për të kaluar ndryshimet ligjore, PS u ndihmua nga deputetët e Partisë Socialdemokrate.